Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu sallam wa baraka ala Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falimin të nësita këmet më Allah subhanahu wa ta'ala dhe ati përgjërom që të lavdroj dhe të begoj dërguan e ti Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët dhe gjithë umetin e ti të vëzgjërë. Të nërë vëllezër, njeriu në jetë është shumë i varur prej dijeve që i merr në përditshmëri. Saktësisht, qoftë ato dije me të cilat i ka projekt, po qoftë ato të cilat i vinë si befasi në jetë. Saktësisht, çdo dije e re që t'ja merr në jetë, mund të më ka një shans tjetër për me jetu jetën pak më ndryshe, pak më mirë edhe me më shumë shije. Mirë po, kur mësimet e njeriut në jetë janë shumë të rregullta dhe në vazhdimsi merr edhe mëson dikon, është shumë e rëndësishme që njeriu me qenë i vëmendshëm edhe i koncentruar për atyne gamave të mëdha të mësimeve me nxjerr nektarin. Për shembull, në çdo mësim ndoshta përmenden informata të shumta, mirë po informatat e shumta nuk janë objektiv. Argumentet e shumta, shtjellimet e shumta, shpjegimet e shumta janë tendencë për me tar deri te një kod, me tar deri te një rregull. Edhe pastaj informatat sikurse tretën edhe ikin në kujtesën tënde, mirë po met rregullin. Kuptimin që për shembull nëse ki përfituar prej këtij vargu ligjëratësh që janë tefsirin e surës An-Nisa, nëse ki dalë me 10 rregulla tjetës është e mjaftueshme. Mirë po tjetës me plot kuptimin e fjalës që kanë me shoqëruar jetë me lenin Allah subhanahu wa taala. Kështu që pretendoj që sot kena me marrë një kod të trefisht, që është kod jetik. Në kuptimin që kush e ka që këtë kod, nëse kom të drejtë, me thonë, është kodi i fetarisë së lumtur. Shumë njerëz janë fetar, por nuk janë të lumtur. Nuk është që s'kan fetari ose s'kan devotshmëri. Mirë po i kanë disa përcaktime të kota dhe disa mjegulla, të cilat ja japin një farë parahatie dhe një lloj trazimi. Por si kush e ka që këtë kod të trefisht, i cili ka 3 qelca, e që këtu inshallah kena me tentu me i shpjegu. Saktësisht, fjalët qelës të këtij kodi janë Kurani, durimi edhe distancimi. Një duhet Kurani, duhesh me sabër, po duhesh mu distancu prej njerëzve të së kotës edhe domethënë të mëkateve. Keni vëmendjen fillimisht ndërlidhja ajeteve, ajeti 5 me të parin i surave, pjesa e parë me dytin, pasazhet e ajeteve, ndërlidhja e ajeteve është ilm në veti. Ose me thon ma shqip, çka dashti Allah më thon mos i kallzoj çiket. Mos i kallzoj Allah subhanahu wa taala që insani supermen hiç. Mos i kallzoj se fillimi i njerit u thjesht një pikë uji. Mos i tregoj Allah subhanahu wa taala këtë, mos pranojti Allah për përmend çiket. Ku është urtësia që po vjen ky ajet pas këtij ajeti? Kjo është dijen veti. Madje ka dietar që janë dalluar teksa i kanë përpiluar tefsirët pikërisht duke e zbuluar dhe duke e zbërthy ndërvarshmërinë edhe ndërlidhjen e ajeteve me ajete, pjesësave të Kuranit me pjesësa të tjera, sikundër që edhe të surave me surat e tjera. Kështu që Allah subhanahu wa taala në surën Insan në fillim na ka dhënë historikun e njerëzit, prej ku kon i papërmendur, edhe pastaj që ka qenë një pikuj, pastaj që është i predispozuar mu ka mirënjohës ndaj Zotit ose mos mirënjohës, mohues ose pohues, pastaj i predispozuar mu ka banori i xhenemit ose banori i xhenetit, masi na kallzoi kush janë banorët e xhenetit, Allahu Taala tha inna nahnu nazzalna alayka al-Qur'ana tanzila. Na me të vërtet ty të këna zbrit Kur'an. Që kjo ajet vën pas krejt asaj game të rrëfimeve kuranore, kush është njeri, kush është banori i xhenetit, kush është banori i xhenemit, kush është mohues apo kush është pohus, kush është mirënjohës apo mos mirënjohës, edhe vëmë na dhon përgjigje. Ku e gjejmë shpjegimin çu i bëm u kon njeri për nime? E kin Kur'an. Ku e gjejmë shpjegimin çu i bëm u bë banori i xhenetit? E kin Kur'an. Ku e gjejmë shpjegimin çu më shpëtu pizjar me xhenemit? E kin Kur'an. Ku e ke shpjegimin për me ardhur me realizue misionin tan në jetë? E kin Kur'an. Dohon ajeti kuranor. Ne ty ta kena zbrit Kur'anin. Ne me të vërtet ty ta kemi zbrit Kur'anin. Tenzila pjesë, her pas here, nuk ta kena zbrit për më një herë. Është përgjigje pikërisht për çeket narrativ kuranore që otë treguar domethënë historinë e njerëzit, tash po vjen me kallzun manualin e njerëzit, udhëzimin e njerëzit. Ti nuk mundesh po bën njeri me plot kënjë fjalës, po ardha po kthy te fjala Allah subhanahu wa taala. Mirë po, sikur që kjo ajeti 23 vjen togësh me ajetin e radhës. Thot Allah subhana, inna nahnu nazzalna alayka al-Qur'ana tanzila. Na me të vërtet ty ta kemi zbrit Kur'anin. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Dhe ti ban sabër, duro tek vendimi i Zotit tënd. Duro përkitazi me vendimin e Zotit tënd dhe mos ju bind gjunaçarëve edhe mohuesve. Mos ju bind mëkatarëve edhe mos ju bind domethënë pabesimtarëve. Sigurisht domethënë na tregon Allah te barekuhu teala kështu me të parën. A u përcaktohet te Kurani? Ai përcaktohet te Kurani? Mos i përcaktohet te Kurani, dush me bë sabër se ky Kur'an ka me të përplasë me shumë njerëz. Mos mundesh ti më kon edhe Kur'anit ta me të shkumabeti me krejt njerëz.
Nuk mund është ti më kanë të vërtetave kuranore dhe me krejt me pas rrafsh. Se ti nëse përcaktohesh te bot kuptimet kuranore, ato bot kuptime kuranore shumë njerëz ja prishin renin. Bot kuptimet kuranore diçka i thonë haram, e familja jote asaj puni i thonë halal. Bot kuptimet kuranore diçka i thonë kufër, e kultura dhe ideologjia jote i thot, domthon iman. Kështu që a u përcaktohet te Kurani? Tash ka një sfida. Amo kjo sfidë vetë që duhet me pas sabër. Kur arsye Allah subhanahu wa taala në çket pasazh kuranor na shpalos në diçka që besoj personalisht në kohën bashkore, sidomos me sfidat e realitetit sotëm, koha shumë mund të më na renit koncepti, domethënë çu i bëmë jetuar në kohën bashkore me çdo sfida. Allah thot: "Wala tuti' minhum athiman aw kafura." Kur mos gabom ju bind ndonjë gjunaqarit apo ndonjë pabesimtarit, sikurse domethënë vënë me ta kallëzu se ky Kur'an ka ardhur për me të përcaktuar tek distancimi. Domethënë nuk mundesh mu vesh fuqishëm me vlerat e Islamit pa u distancu pi qafirave, edhe pa u distancu domethënë prej gjunaqarëve, e as më tepër domethënë imagjino me konsideru të zakontë ose relative mi u bind aktorëve të kotës edhe domethënë të batilit. Që ky tok, që të dy ajete kanë shumë domethënie. Kisha pas dëshirë me i përsërit edhe pse cilës me mor mësimin që besoj neve na duhet në jetë. E para, Allahu thot na tak na zbrit ty Kur'anin, edhe ti thot fasbir, ti ban sabër. Kuptimin që ndoshta edhe kjo neve na vjen si domethënie. Në shumë situata të jetës ti ke nevojë për sabër. Domethënë situata të familjes, të jetës, të sprovës, të punës, të idarës së kështu me radhë. Allahu sigurisht po na udhëzon kur do më të shtu sabrin lezo Kur'an. Domethënë ndërvarshmëria ndërmjet ta na zbrit Kur'anin e ti ban sabër, e ka pikërisht që domethënë që një prej burimeve ku e merr energjinë, mi të kalu sprovat, është domethënë Kur'ani, sikundërçë edhe për momentet e vështira dhe për momentet e pikëllimit, thjesht veç lezo Kur'an. Domethënë me lezu Kur'an nuk është ngushëllim. Me lezu Kur'an nuk është ideja e ikjes pi problemit. Duhesh me besu bindshëm se Allahu kur i thot pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, të cilit i ka wahi, që momentet e vështira kaloj me Kur'an, janë thirrje dhe për këtë tjerë që momentet të cilat kanë vështirësi me lezu Kur'an sepse Allahu subhanahu wa taala që të forcën që të jap me Kur'an, e që këtë kemë të trajtuar inshallah ligjratën e ardhshme, është domethënë e papërshkueshme. Thot Allah subhanahu, na aty tak na zbrit Kur'anin dhe ti thot fasbir li hukmi rabbik. Dhe ti ban sabër për vendimin e Zotit tan. Pse i thot ban sabër për vendimin e Zotit tan? Domthonë që sprovat mas prom ti kujtohet që janë pi Zotit tan, ose urdhëresat e fetare kujtohet që janë pi Zotit tan. Nëse eventualisht po të vjen diçka e vështirë, ose çky davet o pejgamber, po të vjen i vështirë, kujtohet që janë pi Zotit tan. Mirë po, çish po vjen kjo me sabër se sprovat janë pi Zotit tan, kaderi është pi Zotit tan, po vjen pas ajetit Kuranit. Çish e beson ti që Kurani u pi Zotit tan? Që ashtu besoj që edhe sprovat janë me urësinë e Zotit tan. Domethënë, çish e beson ti? A ka doni lëkundjet e ti që Allahu e ka zbrit Kur'anin? Po ky Zot që ka zbrit Kur'anin, ti ka zbrit edhe urdhëresat. Të cilat mundën me të ardhë vështira, po dosh mi përmbajtën. Që ky Zot i ka zbrit ndalesat, të cilat mundën me të ardhë vështira, po dosh mi përmbajtën. Ashtu që e kit pa lëkundsh me besimin te Kur'ani, që ashtu do të më pas pa lëkundshëm qëndrueshmërinë tonë te përmbajtja edhe domthonë sabrin në raport me sprovat, sikundërçë Allah subhanahu wa taala i thot fasbir li hukmi rabbik. Ban sabër për vendimin e Zotit tënd. Domthonë do të më të shoshnu një jetë se Zoti jot. Domthonë në raport me Zotin tënd do të shkon rahat. Jo me ndje sikurse domthonë je në përsekutim. Jo me ndje sikurse je në shtypje. Domthonë, ma çoj mu Zoti që ngarkesë, ma çoj Zoti mu që ket barr, ma çoj mu Zoti që ket sprov. Konsideroje që është pi Zotit tënd, domthonë ndje afërsinë tënd. Domthonë është e qëllimshme kjo, është në urtësi të madhe që Allah subhanahu wa taala përmend pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, domthonë që pa marr parasysh që jetë kalu këtë situatë me kasit këtë janë vërsul kundër teje, konsidero që këto vendime janë Zotit tan, edhe domthonë ban sabër. Sikurse shpesh ndodh njerëzve teksa përcaktohen tek e vërteta, sa herë që përcaktohen, sidomos ata të cilët përcaktohen për me promovu të vërtetën, për me qenë zëshëm tek e vërteta, kanë nevojë për çike thirrje, duro në vendimin e Zotit tan, edhe mos ju bënd kur mëkatarë dhe kur domethënë pabesimtarë, sepse shpesh dveni farthirje që me hekdor. Shpesh dveni farthirje që ti mu dorëzua edhe domethënë mos mbraps, mirë po sikurse domethënë Allahu i thot, nëse ti zbrapsësh, ku ke më shku? Ke më shku te bindja ndaj mosbesimtarëve dhe bindja ndaj mëkatarëve. Domethënë njerëzit shpesh ndoshta kanë dëshirë kur zbrapsën, edhe ne kena pas sidomos tek tri që pretendojnë që janë më, domethënë liberal në vetë përsaktimet e tyre, domethënë këto janë përsaktimet e mia, ose unë vetë kom menu çështu më kanë. Ose unë vetë domethënë e kom përcaktuar që me hek dorë çaj pjesët fetarisë së udhëzimit. Në fakt ti po thu vetë, po nuk ka përcaktim joti.
është bindje ndaj pabesimtarëve dhe ndaj gjunaqarëve, sepse kiron presionin e gjunaqarëve dhe presionin e pabesimtarëve. Ani pse do me paraqiten si, vetë përcaktim. Ani pse do me paraqitet si, ide jotja dhe përcaktimi yti. Realisht ky ajet e denoncon që këtë realitet që ti nuk i tu përcaktuar në bazë të mendimeve tua, po je t'ju bind pabesimtarëve, edhe mëkatarëve, sikundër që është edhe një tjetër. Wala tuti minhum athiman aw kafura. Mos gabom ju bind kurr një mëkatarit edhe një pabesimtarit, sikurse Allahu thotë, nëse ai e ka marrë emrin e mëkatit dhe është bë mëkatar, e ka marrë emrin e kufrit dhe është bë kafir, ai çka mundet me dhon ty përveç se mëkatit edhe kufrit. Kuptimin që nëse e ke marrë ti për udhëzues, e ke marrë për orientues, ose janë të bë presion te puna, ose janë të bë presion te familja, ose janë të bë presion shoqënia, nëse ata janë mëkatar, ata janë të bë presion për devotshmëri apo për mëkate, a janë të bë presion për zbrapsje apo për çëndrueshmëri, përderisa ai ka përfunduar aty, i bie që ajo përcaktimi i kot pastaj ka mëkon përcaktimi edhe i yti, sikundër që kur thot Allah subhanahu wa taala na tak nazbit ty Kur'anin, ti bën sabër për vendimin e Zotit tënd dhe mos ju bën pabesimtarëve edhe mëkatarëve, sikurse na jep një ky bashkim i dy ajeteve. Nëse ti bindesh pabesimtarëve, edhe nëse ti bindesh mëkatarëve, prej gjonave që dosh mu dorëzu me pranuar realitetin që je largu pi Kur'anit. Nuk mundet njëri edhe mëkoni afërt me Kur'anin, edhe mëkoni afërt me pabesimtarët. Nuk mundet mëkon edhe afërt me Kur'anin, edhe mëkon shumë i relaksuar me mëkatarët. Sa herë që je relaksuar me të tjerët, i bie që je larguar dhe i distancuar prej, librit të Allah subhanahu wa taala, dhe na sot e shohim ndërlëzër këtë që shumë njerëz sot, madje edhe institucione të fetarisë, madje edhe figurat shumë të fetarisë që me proklamata të kota e ku diun çka, janë gjendje, ju shku për çefi pabesimtarëve edhe mëkatarëve me shkel edhe me dalë vit kundërt me Kur'anin. Ndërkaq shumica e këtyne çka janë? Ndoshta mundon mëkon edhe memorizues të Kur'anit, ndoshta mundon mëkon të shkolluar për Kur'anin. Mirë po nuk të bën dobi memorizimi i Kur'anit, edhe shkollimi për Kur'anin nëse ti mas ti del në vit kundërt me Kur'anin. Se sfida e të jetuarit me Kur'an nuk është memorizimi. Sfida e të jetuarit me Kur'an nuk është leximi. Sfida e të jetuarit me Kur'an nuk komi kuptuar çdo. Sfida e surës Insan nuk është marrë me ngudersin. Sfida e surës Insan është me jetu me çto pastaj. Ti kurrë në jetë mos mu pozicionu kundër domethënieve që ti ka dhënë çka sure. Kur në jetë mos më pozicionu kundër, domethënë që ti ka dhënë libri Allah te bareke teala, saktësisht çish dush me ndaj Kur'anin. Nëse nuk e menon Kur'anin si Furqan, ai që ti don meselat, ai që ta don të bardhën prej zezës, ai që ti don të kotën prej vërtetës, ama Kur'ani nuk vjen vetëm me ta do konceptin. Kur'ani vjen edhe me ti do taborët. Se na nuk mundemi të thonë që kjo është pandershmëri, që kjo është paburrni, që kjo është pafisnikëri, ama ata shka i bojnë nuk e dimi shka janë. Jo, ai shka ka pandershmërinë është i pandershëm. Dhe ai cili ka pafisnikërinë është jo fisnik. Nuk janë këtu përcaktime thjesht domethënë të paprekshme, të pa zbatueshme në njerëz. Nuk mundet kjo ide, domethënë, me paraqit Kur'anin vetëm si deklarat, domethënë abstrakte, që thjesht Kur'ani ka thonë shko imani, ama kush është musliman nuk e dimi. Kur'ani ka thonë shko kufri, ama kush janë kafira nuk e dimi. Kur'ani ka thonë kush është çka zullumi, ama kush janë zullumçart nuk e dimi. Jo, Allahu te barekuta ta na ka thënë çka janë këto vepra, edhe kush janë vepërkëshit e këtyre veprave. Ndaj kur ti e pranon që Kur'ani ta don të bardhën pi zezës, ti dush me ditë që ta ka do taborin e të bardhës, edhe taborin domethënë e zezës, sidomos kjo ndërlëzër duhet mukon prej ndoshta tema më qendrore, më themelore të kushdo që domethënë do me hin davet. Daveti me hin davet, edhe me relativizu idejen që në interes të davetit më shku për çefi pabesimtarëve dhe mëkatarëve, domethënë është një prej formave që më shumë ti të dëmtu davetin, edhe çdo ditë më shumë është ti mbështjell njerëzve fetarin, edhe është ja bot pa qartë çka i bë hak, çka i bë Kur'an, çka i bë sunet, çka i bë vërtetë, sidomos atë kur pështjellohet. Sidomos ata ku ndoshta njerëz ju referojnë ajete kuranore, mirë po i lënë të mjegullta shpjegimet, edhe ndoshta pa vërtetën e tij mundohet me mbulu domethënë me ajetet e Allahut subhanahu wa taala. Thot Allahu, na ta kanë zbrit tyje Kur'anin, ti ban sabër që i bie kush do më kon fetar i vërtet, kush do më kon musliman për një, duhet në vazhdimsi me ushqym me ndjenjen e sabrit. Pse? Allahu kur ta përmend ty mirësinë, zakonisht në Kur'an, kur ta përmend Allahu mirësinë, a vën mas mirësisë, falënderoj Allahun. E kena përmendur në ligjata të kaluara. Domthon zakonisht kur përmendet begatia, përmendet çka konteksti për falënderim. Domthon, na ta kena bë ty çiket, ti tregon mirënjohës. Na ta kena dhënë ty çiket, ti falënderoj Allahun. Ktu s'ka thon na ta kena dhënë ty Kur'anin e ti falënderoj Allahun.
Ka na ty ta kena dhënë Kur'anin ti ban sabër tash. Se tash që ta kam dhënë Kur'anin tash janë nisë sfida. Tash ty ti kam dhënë çdo domethënie, tash ti kam dhënë ty këto kuptime, domethënë sa mundesh ti me menu që un jam shumë i begatum që e kam Kur'anin, e kam mësuar Kur'anin, po ndëgjoj ligjrat rreth Kur'anit, po lexoj tefsirin e Kur'anit, domethënë falënderoj Allahun, po e vërtet. A murdhesa Kur'anore kët ajet është pikërisht që na ty ta kena dhënë Kur'anin, të kena begatum me Kur'an, tash ti dush me bë sabër. Ti dush me duru se shumë qefe tua tash bin dash me Kur'anin, do të me ek dorë aty të qefeve. Shumë prirje tua kulturore bin dash tash me Kur'anin. Shumë përcaktime dhe tradita të gabuara të familjes tone, të popullit tanë, të rrethit tanë bin dash me këto ajete. Tash dush me bë sabër. Dush me bë sabër për mu përcaktu mirë, me lexu, me meditu, me e kthy në identitet, në ibadet, edhe në jetë sipas rregullat të Kur'anit, sepse domethënë me etu çështu është domethënë shumë sfiduese, ndaj shumë kena gabu. Shumë kena gabu nëse kena menuar që veç kur na udhëzuan Kur'an u kanë çati fundi i ngjarjes. Domethënë fakti që na udhëzuat te Kur'ani dhe Suneti aty është fundi i ngjarjes, kena gabu shumë. Aty është fillimi i ngjarjes. Fillimi i ngjarjes ku ka shumë sfida, ka shumë sakrifica, ka shumë sabër, deri sa ta fitojmë xhenetin e Allahut te bareke ve taala. Allah subhanahu wa taala kur na ka thënë që të dy ajete, na ta kena zbrit ty Kur'anin, edhe ti ban sabër për vendimin e Zotit tan. Sikur se na thot, a beson ti Kur'anin? A beson që Zoti i Madh zbret shpallje profetëve? Po. Atëherë çysh e beson ti Zotin që shpall, besoj Zotin që ka urtësinë absolute. Domthon, a mendon ti që në ajet mund të më kon gabim? A mendon ti që një ajet e ka vendin e gabum, u dash një çetër sure më kon? Po çysh mendon që s'është asnjë ajet në vendin e gabum, dush me menu benshëm se çdo përcaktim i Zotit për ty është në vendin e duhur. Domthon, Allahu kur ta çon ty në sprov, ose Allahu ta vanon ty në zgjidhje, ose ta vanon në ëndër. Domthon, nuk ka gabu Allahu. Allahu është absolut, me urtësinë e tij e ka ditë se më mirë për ty çashtu. Domthon, çysh e kit pa lëkundshme. Bindjen në shpallën e Allahut, dush me pas pa lëkundshme bindjen në urtësinë e Allahut te bareke ve taala. E sidomos kjo ju ka dhënë shumë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të shkopi sprovat moja, edhe vonimit sprovat që ka pas në Mekë, edhe tash imagjino domthon ti je pejgamber, edhe ti je më i veçantë që mund të më kon mbi tokë, edhe ty domthon dush me durue Ebu Xhehlin, dush me durue Abu Lehebin, edhe Allah i thot ban sabër. Ban sabër se unë e di kur vend fitoria. Unë e di kur me quhet triumfin edhe ngallënimin. Ti dush me bë sabër. Ku ne ka thonë çështë, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sikundër që është pikërisht kjo pjesa e fundit. Wala tuti' minhum athiman aw kafura. Mos gabo kërkujt më bind, se këtë periudhën e sabrit shumë cyte kanë me tar. Shumë vezvese kanë me tar. Kanë me tar prindërit, kanë me tar mijallart, kanë me tar kushërit, kanë me tar do profesor, kanë me tar do media, kanë me tar ai dhe ky non stop me nithire, ri përcaktou, ndryshon, menoj mos i gut pak. Menoj një herë këtë përpunë se jeta është e gat. Është i qartë. Të ngon kanë marrë cytjet. Unë ti të ngon dush me nejtën. Unë që shumë përcaktu se ky Kur'an është hak. Unë përcaktu që dhurësia Allahut është hak, në të bëj sabër. Në të bëj sabër derisa Allahu te bareke ve taala domethënë të më jap fitoren, të më jap ngallënimin, mirë po. Ngallënimi më i madh, fitoria më e madhe, nuk ka ti me sundu. Nuk ka ti me dalën domethënë ngallëmton mbi të tjerët. Domethënë fitoria më e madhe vllazni, është ti mu përcaktu tek e vërteta, me jetu me të vërtetën edhe mu ringjall me të vërtetën. Ndaj Allahu subhanahu wa taala në surën Al-Buruj, mos i na ka thonë për ata besimtarë që e kanë besuar atë djaloshin, edhe që mos mbromti mbreti i ka shfaros, edhe kur kush pyetyn s'ka me gjallë, edhe kanë përfunduar vdekjen më mizore që mund të më përfundu dikush në tokë, mos e ka kallzuar Allahu këtë, domthonë gjallën e tyre thotë dhalikul fawzul kabir. Kjo fitoria e madhe. Fitoria e madhe mos mbromti kanë tek në përhendeshe, është fitoria e madhe se ka vdekur në hak. Kjo fitoria e madhe. Ka vdekur në hak, edhe ringjallet me çat hak, edhe dal para Allahut me çat hak, edhe fiton xhenetin e Allahut me çat hak, që kjo domthon fitoria më e madhe sepse domthon e kanë përçafuar të vërtetën, edhe i kanë takuar të vërtetës. Domthon, kujt i takon? I takon i kulturës, i takon i racës, i takon i ideologjisë, i takon i përkatësisë, apo i takon Kuranit, i takon shpalljes, i takon të vërtetës hynore, i takon të vërtetës profetike, i takon komunitetit muslimanëve, i takon kiblës, shumë koranzi ku jeti. Shumë është e rëndësishme, shumë është themelore kujt i takon ti. Nëse i takon të vërtetës edhe përcaktimin e këtij sakt, çatëherë domethënë është fawzul kabir. Çatëherë është el-fawz el-kabir, domethënë fitoria e madhe. Ndaj Allah subhanahu wa taala edhe ni domethënë jep të çkajet. Fasbir li hukmi rabbika wala tuti' minhum athiman aw kafura, ban sabër për vendimin e Zotit tan, mos ju bind pabesimtarëve dhe mëkatarëve, sikurse na treguat tani vërtet e madhe që sabri dobësohet edhe të humb nëse ja vë veshin fjalëve tyne. Don sa herë që ti veç në rregull, hajde, falni që unë pingoj, po unë jam i vendos. Jo, ti nuk duhesh më bind, po ti as veshin s'do të më janu fjalëve tyne. Sa herë që domthon je kurrështar me di çka po thojnë ata, ty dobësohet sabri.
domethënë ty të vështirësohet rrugtimi. Për arsye është shumë e rëndësishme domethënë me u distancu prej bindjes, mirë po me e pas sabrin edhe te një diçka. Duhet me pas sabër edhe tek injorimi. Mukonën të edukuar me injoru pabesimtarët, edhe me injoru domethënë mëkatarët, sikundër që domethënë cila do vëmendje që ja kushton pabesimtarëve edhe domethënë mëkatarëve, mundet me tar puna që mas promti kemi u bind. Mas promti domethënë kemi u bind. Mirë po ja që është domethënë më e keq ndër vëllezërit që shpesh domethënë muslimanë sot i bindën jo kur ata thrasin, jo kur ata proklamojnë, i bindën hiç pa fol ata. Hiç pa fol për presionit madh të prezencës së tyre, po këtë inshallah kena me trajtu domethënë edhe një herë, fasbi li hukmi rabbik, ban sabër për mendimin e Zotit tan, për udhëresat e Zotit tan, për mëkatet, për ndalesat, ban sabër, sepse çat xhenetin që të kallzova çato ajete nuk fitohet pa çeket. Çat xhenetin që të kallzova se ka këtë dhe të kallzohen detaje për pjesë të xhenetit edhe për gjithçka të xhenetit, nuk fitohet pa sabër, po edhe çat xhenemin që të kërcnova, që mundesh me shku çaxhe, nuk mundesh me shpëtu për çati xhenemit pa sabër, ndaj domethënë Allah subhanahu wa taala i përgatit te surja al-insan. Te surja al-insan kjo është më qëllimshme, shumë me urtësi. Te surja al-insan, te surja e njerit që për mu bë njeri për një mes si musliman, duhesh me ditë që kjo ngjarje nuk realizohet domethënë pa sabër. Sidomos në rrezë me pa në konsiderat që gjithçka që ta gërvish insanllëkin tan, gjithçka, menoj cëndon, ndash në punë, ndash në bashkësi, ndash familjen, ndash në ortakëri, ndash ku dush menoj, gjithçka që ata ka gërvish insanllëkin tan, njerëzorën tonë u kanë diçka ku dash mu kanë ti i matër, durimtar edhe i përmbajtur. Që i vjet domethënë njeriu, për mu kanë njeri do të më investu shumë te çka domethënë. Por më kanë njëri me plotësim e fjalës do më investu shumë te domethënia e sabrit, e përmbajtjes edhe e maturisë, sikundër që ajo që thash pak më herët, wala tuti' minhum athiman aw kafura, mos gabon ju bind, pa besimtarë mëkatarëve, e aq më tepër mos gabon me menumi pasu. Ndaj fatkeqësia çndron më e madhe në kon ton bashkëkorë ndër vëllezër që domethënë prej gjendjes së inferiorit që sot e kanë muslimanët, domethënë si ta morë dhëna në diçka të pabesimtarët, ata e ki nesër të muslimanët. Si ta morë dhënë kulturalisht diçka në botë, apo ata e kanë nesër të muslimanët. Si ta morë dhënë diçka edhe bëhet virale, ata nesër e kanë domethënë të shtëpia të muslimanëve, e pastaj domethënë më e keqja është që ti nuk i reflektuar asnjëherë. Qysh domethënë ki ron dikim tu ndje inferior, ndërka ti jetë që beson që Allah e ka zbrit shpalljen. Domethënë ti je çaj që je të përcaktimi i parë. Ti je që nata që na zbrit ty shpalljen. Ti je që tu. Pse s'po bësh atë e dyta që mos ju bend. Këto ajete kanë ardhur një pas një. Domethënë ti përdesa i përcaktuar te Kurani atë përcakton mu distancu prej pabesimtarëve dhe domethënë prej mëkatarëve, sigurisht se na thot Allah subhanahu wa taala. Kur i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ata që na zbrit Kur'anin, zbritja shënon kupton, domethënë është pilart. Domethënë pinalta kum zbrit. Mos u përcakto me këta poshtë. Domethënë unë jam i gjallë i përjetshëm, pi me e merre, mos e merre pi këtyve të vdekshmëve, se këta vdesin një ditë, ta të lënë lloç, ta mushin menën, ta japin një kontratë, ta japin një joshi, ama këta nesër vdesin. Nesër kur vdes, kur shkita Allah, me kanë kimë shku, me këta apo me kimë shku me përcaktimet e tua. Kur asi Allah kur i thot nata që na zbrit Kur'anin, mos harro kurse ka pinalt. Ti kimë or pas tonë. Ku të vish tonë, çish vën me çket imanin tan, që unë këta kom zbrit Kur'anin, dush më ardhën me përcaktimin tan prej durimtarit që mos më u bind pabesimtarëve, edhe domethënë mëkatarëve, ndaj a mundet me pas ndër vëllezër një krizë që më u bindën, domethënë për mbrana rrethit muslimanëve, domethënë të këshive edhe domethënë aty që zot më bind. Ku thot Allah subhana, mos ju bind te atij që është athim, mëkatar është edhe muslimani. Au kafur, nuk ka thon kafir. E ka përdorën atë formën, sikurse e kena përmendë në ligjat më përpara në sunen insan, që e ngërthën në vetë, edhe pabesimtarin edhe kafur e ngërthën kanë mosmirnjosin. A ka mesin muslimanë mosmirnjos? Ka mesin muslimanë mosmirnjos. Ndaj, shpesh ndodh që ndoshta nihesh i relaksuar me musliman, po bash ata musliman janë të aprish fetarin. Bash ata musliman, vaki nihesh i relaksuar me njerëz të xhamis. Bash ata xhamis janë të aprish fetarin. Për arsye se ata kanë shkuar te përcaktime të mëkatit dhe të mosmirnjohjes, e jo aty domthon ku do të mëkonë muslimani i den, këtu kisha pas dëshirë me bëni vërejtje. Me keqja e madhe shumë muslimanëve. Poshtërsia e madhe shumë muslimanëve. Paftyrësia e shumë muslimanëve. Shkruajnë, flasin, deklarohen kur janë dobët. Shkruajnë, flasin, deklarohen kur janë dobët fetarisht. Kjo marrë. Ti nëse të ka spruar Allahu e dobësu, mos fal, mbyllë se i ban dëm që dërkujt. Për shembull, fjala bie ti ta zon. Ki dash me bë biznes që i ka hije muslimanit, me halal, me ndershmëri. Edhe tu ka mush menja me ato budallëqet e tua që në këtë vend pa e përzi pak me haram nuk shkon. Merr edhe mos e deklarata. Domthonjë je përcaktu gabim, rrit e gabimi jot. Mos i thuj njerëzve këtu
Zban me halal. Ktu s'munët me halal. Sa di çka i bë? I bë sikur ti mos e provo hiç halalin. Se unë e provova s'm dol mirë. Kështu që ti kur je dobët, kur je, domethënë keq fetarisht, kur lidhjet e tua me Allahun janë krizë, ti dush me mbyll. Ti dush me hesh, ti nuk dush me fol, nuk dush me deklaru. Nëse shet dikant që u të dash me nejt të halalin, u të dash me nejt të ndershmëria, u të dash me nejt të devotshmëria, dhe Allah i ti moft. Unë s'kesh burr për me majt. Ty Allah i ti moft. Dhe një prej krizave më të mëdha të muslimanëve sot është që jo vetëm që domethënë nuk heshtin, po munohen këtë vetën me mlua dhe me mshefën, domethënë duke deklaruar se është zor me majtën. Për arsye, më mirë del para Allahut vesh me barrën e gjinove tua. Domethënë je dobësu, je përly, bile bani gabull gjinat e tua në ditën e gjykimit, sa merr në qafë aty kanë tjetër. Se nëse ti si e kon burr, Allah ka boll burra në tokë që e mojnë çish ka thënë Allah. Nëse ti si e konën i vendos çish duhet më kon Allah, ka boll rob që e mojnë çish duhet. Kështu që e jotja nuk është standard. Ti je i dobët, rritet dobësia jote. Standardi është e thënë Allahu edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sikundër që Allah subhanahu wa taala pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, që është domethënë baba i davetxhive, që është domethënë imam i davetxhive, e porosit Allahu te baraka wa taala na ta kena zbritur Kur'anin ti ban sabër për mendimin e Zotit tan, kështu që domethënë ti me Kur'an forcohesh. Nuk mundesh me davet e kurkun se ki lidhjen me Kur'anin. Nuk mundesh me njëri i madh në temat e davetit kurkun si me Kur'anin. Por si Allah subhanahu wa taala këtë pjesën që me Kur'an forcohesh, ja ka përmendur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ajet tjetër kur e ka përmendur dyshimin e pabesimtarëve dhe të idhujtarëve, pse ky Kur'an po zbret kështu pjesë nuk po zbret më njëherë, për më njëherë nuk po zbret domthon komplet si libër. Allah te baraka taala thot kedhalika linuthabbita bihi fuadak. Nëna të zbrit këtë Kur'an ty me ta forcu zemrën. Domthon ti je pejgamber, ti je davetxhi, ti je i pari që ti grahet domthon promovimit të një të vërtetës, ty me ta forcu zemrën me ta dhënë Kur'anin. Ti për më koni fort në rrugën e Allah subhanahu wa taala, duhesh domethënë me pasën Kur'anin, dhe Allah subhanahu wa taala çket pjesën dura, e që në radhë parë ju ka drejtuar kujt pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Jo vetëm çket ajet i ka thonë dura me Kur'an. Dura me Kur'an dhe ka dashur me kallëzu se forcën e kitë Kur'ani. Në ajet tjetër i thot fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil hut. Thot ban sabër, dura për vendimin e Zotit tan. Ka sprova u dashte gat, mos u ban sigurse ai që pa të përfunduar tek peshku. Domethënë për Yunusin alayhis salam, kuptimin që o ti davetxhi. Nëse ti eventualisht je lodh, edhe ke menuar që bollke, unë do të më tërhiq. Ty Allah ta ka lënë Kur'an. Ty Allah ta ka lënë Kur'an që nëse tërhiqesh përfundon në tri errësira. Në errësirën e natës, detit edhe në errësirën e domethënë në barku të balenës. Mos i kjo rregull, ti ke një mision, ti s'guzon më kthy më të mbrapa. Nuk guzon, thjesht është me boso, po më vjen vështirë, kimë boso, po shumë thjesht është. Për çka arsye elhamdulillah që Allah te baraka taala e ka lënë ngjarjen e Yunusit alayhis salam Kur'an. Por më mësim për davetxhi deri ditën e fundit, se kjo nuk është udhë me kthim. Kjo është udhë pa kthim derisa ta takosh Allahun te baraka taala. Me një vend tjetër Allah subhanahu wa taala i drejtohet këtij imamit të davetit edhe këtij davetxhive, pastaj thot wasbi li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Ban sabër, duro çka kena vendosna, se na tut pa. Domthonë, keq ka isha të ndodh, keq ka, nëna të pa, ti je mbikëqyrën tonë, ti je domethënë kujdesin tonë. Domethënë, Allah subhanahu wa taala po i furnizon edhe po kujdeset edhe për ata që i bëjnë shirk Allahut, nuk po kujdeset për ty. Thot fe innaka bi a'yunina, kur mos nxjerr se na me sytë tonë, jena të pa. Na ti në vëzhgimin tonë, ti në mbikëqyrën tonë, edhe kjo është një forcë e madhe e davetxhisë. Sa herë që ban një vepër të mirë, kur sot e ditë, Allah e ka pa. Sa herë që ban një diçka që ndoshta jetu e që të zitë ullivit për me çuni punë, Allah është e pa. Allah nuk e hub, domethënë shpërblimin edhe premtimin e tij. Ndaj është me rëndësi ndër vëllezër, çto dy ajete, janë veç dy. Është një rasht e gjys. Ne po na nxjerrin domethënë disa pyetje shumë themelore të çështjes e sabrit. Shtohet pyetja, pse me bë sabër? Pse ja vlen me bë sabër? Pse ja vlen me bë sabër? Thot Allah subhanahu wasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin. Ban sabër se Allah s'hu punë e njerëzve të mirë. Ban sabër se Allah nuk e hu kur gjasha ki bo. Edhe punën më të vogël që më gjet Allah subhanahu. Ose çysh me bë sabër? Është më madhe që çysh me bë sabër. Thot Allah subhanahu wasbir wa ma sabruka illa billah. Ban sabër, mos mundesh me bë sabër pa Allahun. S'u ban sabër si e burr. S'u ban sabër pse i vendos ti me bë sabër si e lidh me Allahun. Ma sabruka illa billah. Sabri as mund të mua ndryshe vën kohë që e lidh me Allahun subhanahu wa taala, ose me këtë rrit deri sa unë po duam me bë sabër. Po, e vërtet e kuptova, u desh kam me nejt me bë sabër. Tamam, me kam dush me nejt, ku duhet të qëndrosh deri sa i duash me bë sabër. Thot Allah subhanahu wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum. Ban sabër tu nejt me njerëz që i lutin Zotit vet. Ti s'mundesh me bë sabër me njerëz pa sabër. S'mundesh me bë sabër me njerëz që kanë dalë pi udhës.
Rre edhe ban sabër me njerëz të sabrit, me njerëz të udhës, jo me njerëz që domthon kanë dalë për këtyre përcaktimeve ose çysh mos sill gjatë momentit që dush me pas sabër, thot Allah subhana, wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila, thot ti ban sabër kur folin ata keq, kur ata të bëjnë cytje, thot edhe braktisje edhe bojkotoj bukur, domthon banoj i matur, banoj i mëshëm, domthon mos u avë veshin, mos u alsho syt, domthon wahjurhum hajran jamila, edhe ti bojkotoj ata me një bojkot shumë të mirë, sikundër që çka mundet me realizu sabrin ndërkohë që ne na tu sprovu, çka mundet me realizu sabrin ndërkohë që na tu e ka përcjell këtu sfida, thot Allah subhana, fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbik, ban sabër ata kur të folin, ama ban dhikr. Do thonë përmendja Allahut ta forcon zemrën me i të kalu sprovat. Do thonë Kurani, po dhe dhikri sigurisht se kemi përmendur inshallah në gjërat e ardhshme, thot Allah subhana, sa herë që dikush menon me, domethënë me hek dorë pi sabrit, është mirë me kujtu çka fjalë, fasbir inna wa'da Allahi haqq. Ban sabër se premtimi i Allahut është hak. Domethënë nuk ka kjo punë çare pa u bën çka thon Allah. Domethënë pa marr parasysh për shkak të fjala, a ka të bëj diçka shumë personale me ty, a ka të bëj shumë domethënë e gjerë për këtë umetin, s'ka çare pa bën çka thon Allah. Vetëse ti dush me besu, dush me besu sabër dhe me besu bendshëm që premtimi i Allahut është hak, edhe çfarë sabri keq ky sabër, Allah subhanahu wa taala thot fasbir sabran jamila, ban sabër bukur. Duro me një durim domethënë bukur. Kështu që ndërlëzën, keq kjo është mu kompletu si insan. Dhe prandaj Allah subhanahu wa taala e ka pranuar pikërisht që është një prej objektivave të surës Insan me bë domethënë muslimanin te vlerat e insanit. E thash në hymje që kena me përmeni kod të trefisht. Cili ke kodi trefisht? Kurani, durimi, edhe domethënë distancimi. Për më ka muslimani i devotshëm, i mirë, i lumtur, do të mi pas të trijat. Për shembull, je durimtar dhe je distancuar, po pa Kur'an, nuk funksionon. Ose për shembull, je me Kur'an edhe durimtar, po jo i distancuar prej njerëzve të kotës. Prap nuk funksionon. Shumë vllazëri për shembull, lexojnë Kur'an, mësojnë, ngojnë dersa, ama këtë rrethën e ka me xahila. Thot pasisht s'po funksionon. Këtë listën e followit në internet e ka me xahila, s'po funksionon. Po nuk mund të funksionojë. Ti si e distancu, o shumë e thjesht. Ti për më kanë i lumtur të përcaktimet e tua, ti dush mu distancu. O çka që thjesht, sa më shumë që distancohesh je më rahat. Sa më shumë që distancohesh prej njerëzve të së kotës je më rahat. Ose për shembull, je i distancuar, edhe je me Kur'an, ama si njëri sa voli. Prap nuk funksionon. Krasë domethënë funksionon vetëm nëse janë të tri kodët. Kurani, durimi, edhe domethënë distancimi, mirë po jo vetëm. Secila e sforcon tjetrën. Kush e ka Kuranin e forcon distancimin. Kush e ka distancimin e forcon Kuranin edhe durimin. Secila domethënë e sforcon njëri tjetrën. Krasë, po do mi morën dy shembuj, qysh për shembull, mu distancu prej taborit të së keqës, prej mëkatarëve, mu distancu prej pabesimtarëve, qysh mundesh me e sforcue, domethënë përcaktimin tan. Me çka mundesh me bën, domethënë, shembull, po du mu përcaktu me nejt sa më larg, domethënë, njerëzit të së kotës. Me çka? Me Kur'an. Qysh me Kur'an? Për shembull, na akoma butkuptimet e tua në raport me të tjerët, i kena butkuptime të trashëgume, që i kena trashëguar për prindve, i kena trashëguar për kulturës, për rrethit, për xhahiletit tonë kështu me radhë. Ai na të bindën që çasjen tonë ndaj tjerëve kena çasje kuranore. Për shembull, i kthehesh Kuranit edhe këshir çasjen kuranore ndaj pabesimtarëve. Thot Allah subhana, ulaika alladhina la'anahumullahu wa man yal'anillahu falan tajid lahu nasira. Këta pabesimtarët janë ata të cilët Allah i ka mallku, e ka mallkuar Allahu ai s'ka ndihmëtar. A ta merr mendja që ndoshta tani përcaktim të kotë e keni më dyshje, e keni dilemë, shkaku i presionit të pabesimtarëve tek ti, edhe ti vesh i thu vetes, tamam, un jam të përcaktuar tek mallkuarit. Mas pronti nuk i ndihmëtar në ditën e gjykimit. Domethënë çka përcaktim është tek ata të cilët e kanë hub, janë përzon pi rahmetit Allahut. Çka i bëj mallkum? I dobum prej rahmetit Allahut te barekuta. Ose për shembull, me menu një qendrim caktuar fe që e ke ndrru, shkaku i presionit të pabesimtarëve. Edhe ai shumë i relaksuar më thon, kët e kam ndrru si rrjedhim i përputhshmërisë sime me të mallkuarit e Zotit. Nuk je i sigurt me thon çështu, ama çështu i bë. Ose për shembull, thot Allah subhanahu, "Walladhina kadhabu biayatina sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun." Thot ata të cilët bëjnë kufër, ata të cilët janë pabesimtar, kena mjau pru dënimin, kena mjau renit, kena mjau mbledh dënimin. Pika nuk e kujtojnë. Kena mjau mbledh. Domethënë ti mendon që kufri është duke u ngrit, është duke u zhënu. Ti mendon që ardhmja këtyni takon. Allah është jam mbledh. Dhe në momentin kur Allah i rrezon, dhe në momentin kur Allah subhanahu wa taala i ban i bret për civilizimet, mendje i ban i bret për historitë njerëzore. Apo me bon çato moment kur Allahu azza wa jall këta i ban i bret, ti a je me ata e knena.
Domethënë, a e ke menuar shumë relative më kon atona? E ke menuar veç më dush me menuar që edhe kur të vinë që kjo që Allahu t'jam mbledhën, apo kushtimisht ton sikurse domethënë që është në gjuhën shqipe o t'jam mbledh bet, që kur vjen momenti pastaj me e dënu ashpër. Domethënë, a e ke menuar që kjo? Ose për shembull thot Allah subhana fa inna Allaha aduwwun lil kafirin. Dinë se Allah është armik i pabesimtarëve. Domethënë, nëse ne të qëndrim caktuar, e ke ndrru shkaku i tyne. Ne për caktim të caktuar, e ke relativizuar shkaku i tyne. A di ku e bë? Je bë ata të cilët armik kanë Zotin. Je bë me ata të cilët e kanë armik Allahun subhanahu wa taala, ose thot Allah subhanahu wa taala, "Wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun." Kush ban kufër këta janë të humburit. Domethënë, kush nëse këta janë të humbur, a nuk ka me hub këta që shkojnë pas tyne? Domethënë, këta që bëjnë kufër janë të humburit. Me bë me relativizu domethënë ndjekjen e tyne edhe përcjelljen e tyne. Merë edhe pranoj që ka gjasa edhe me shku tek humbja e tyre, ose për shembull çish me forcu Kur'anin jetën tonë. Nuk mundesh ti me forcu jetën Kur'anin jetën tonë nëse rrem me njerëz të mëkateve, nëse rrem me njerëz të mëkateve të mëdha. Po në moment që distancohesh, distancimi ta forcon, domethënë Kur'anin, ose për shembull çish me e forcu durimin me Kur'an edhe me distancim, sepse nëse e lexon Kur'anin, Kur'ani të mëson sabrin, nëse distancohesh prej pabesimtarëve dhe mëkatarëve, e ki më lehtë domethënë me fitu këtë vlerë. Përfundon vëllezër Imam Kurtubiu në ajetin wala tuti minhum athiman aw kafura, mos ju bënd mëkatarëve edhe mos minjazve edhe pabesimtarëve, thot yuqalu nazalat fi Utba ibn Rabi'a wal Walid ibn Mughira. Thot thuhet që ky ajet ka zbrit për Utba ibn Rabi'a, një prej kokave të shirkut dhe kufrit, edhe Al Walid ibn Mughira, që një ashtu ka qenë për kokave të kufrit dhe shirkut, po jo vetëm kaq, ka qenë elita, oligarkët, forca, domethënë pushteti i Mekës. Thot wa kana ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ridani alayhi al-amwal wa at-tazwij. Tha ardhën të dytë edhe pithojnë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka zë sa pasuri po do edhe sa gra po do. Sa pasuri edhe sa gra po do. Ala an yatruka dhikra nubuwa, veç mos e përmend që e pejgamber. Veç mos e përmend domthon çka temë shakjar. Thot fa fihi ma nazalat wala tuti minhum athiman aw kafura. Për këtë ka zbrit çka ajet. Thot Muqatil, njëri prej mufesirëve të hershëm, thot alladhi arada at-tazwij Utba ibn Rabi'a. Ai cili ka thon apo do me të martu, u kon Utba, ka qenë Utba ibn Rabi'a. I ka thon inna banati min ajmali nisa'i Quraysh. Te di që çikat e mia janë vajzat më të bukura të Qurayshit. Vajzat më të bukura të Qurayshit. Fana uzawwijuka ibnati min ghayri mahrin warji an hadha al-amr. Thot pa darsëm, pa meher, pa asnjë shpenzim, merre çikën time më të mirën veç mos banda vet. Oferta e parë është ofertë epshi. Thot Walidi, in kunta sana'ta ma sana'ta li ajli al-mal, fana utika min al-mal hatta tarda farji an hadha al-amr. Kurse Walidi ka thonë, nëse të bë keq këtë se po do më bëj pasur, kallzo pi pasurisë time sa dush pasuni, veç nalu. Veç nalu. Domethënë, është joshja në për transmetime të tjera që i ka ardhur, domethënë me pushtet. Po t'japmi pushtet. Po t'japmi gra. Po t'japmi pasuni. Që ato tria që zakonisht aty bin burrat. Domethënë, meshkujt ku bin njëpit në trijave. Nëse është dikush që ka dallashit, nëse është dikush që është korruptu, nëse është dikush ka dal pirenit, njëna pi trijave, s'ka katër këtu. Ja autoriteti dhe pushteti, ja çështja e grave, ja çështja e pasurisë. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka met për neve veç me ne kallzu hadithet. Ka met shembulltyr për qëndrueshmëri. Për jo zhvendosje, po qëndrueshmëri deri në ditën e fundit që ashtu që ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala, e transmeton Imam Taberani dhe Abu Ya'la Ibn Hajeri thotë që transmetimi është hasan prej Aqil ibn Abi Talib, kur kanë ardhur mushrikët dhe kanë thonë miqës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, a ka mundsi nale këtë djalin e vllajta. Që kohë shumë ato na ranu, po na munon, kanë nis më shpërnda, kanë nis shumë djem trina i ka bë kavetja, trit pengojnë, a ka mundsi me nal. Edhe miqja i thotë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, këtu edhe i thotë, a ka mundsi mos me imunu, mu kom pak me gjet një gjuhë kompromisit me këta mushrik, me nal davetin e kështu me radhë. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thotë, fa halaqa rasulullah sallallahu alaihi wasallam basarahu ila as-sama. Thot Aqili thot i ngreti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam syt ka qielli, edhe tha atarawna hadhihi ash-shams, thot tani të po diellin, edhe ata e shohin. Ai thot ma ana bi aqdar ala an ad'a lakum dhalika min an tush'ilu li minha shu'ala. Thot çat sa muni ju më pruni flak pi diellit, çat unë heki dorë pi çesaj. Çat sa muni ju më pru diçka ndaj gac, anaj shkëndi, për çati diellit, çat mundot më ndodh që unë heki dorë pi çesaj, më thon. Dhe kjo është domosdoshmë menhexhi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe kjo është porosia, edhe kjo modeli, mirë po ky model nuk bëhet pa Kur'an.
nuk bëhet pa durim, nuk bëhet domethënë pa distancim. Elos Allah subhanahu wa taala më na vesh me kuptimet e Kuranit. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad.